Sami Mazreku, ish drejtor i Byros Kosovare të Sigurimeve dhe Valon Berisha, ish drejtor i financave në BKS, janë arrestuar këtë të enjte në aksionin që po zhvillohet nga krimet ekonomike të policisë së Kosovës, me prokurorinë themelore në Prizren. Ata dyshohen tuk lëshuar para qytetarëve të ndryshëm në emër të sigurimeve në vlera mijëra euro. Mazreku dhe Berisha dyshohet se kanë pasur rolin kryesor në dëmin që pretendohet se i është shkaktuar buxhetit të byros në vlerë mbi 1 milion euro. Caki këtij aksioni nga prokuroria themelore në Prizren janë edhe mbi 40 persona tjerë. Bëhet fjalë për disa qytetarë të përfshirë në raste aksidentesh trafiku, të cilëve u janë transferuar para me arsyetimin e kompensimit të dëmeve. Me këta qytetarë janë bërë marrëveshje që një pjesë e vogël e mjeteve të mbetej atyre, ndërsa pjesa më e madhe e shumës së transferuar të përfundonte te Mazreku dhe Berisha. Aksioni është duke u zhvilluar lidhur me kryerjen e veprave penale, keqpërdorim i besimit, keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi, ndihmë në keqpërdorim të besimit dhe falsifikim i dokumentit. Shënjestër.net